Kurti ka paralajmëruar një ndryshim në përbërjen e kabinetit qeveritar për ati që ka prezentu edhe ai edhe Glau Konjufca. Do ndjekim videon 8 dhe më pas dhe komentojmë shkurtimisht atë. Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezentuar edhe unë edhe Glau Konjufca në vjeshtën e vitit kaluar. Mirë po nuk do të jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë, sepse siç e dini, i kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi Regjia edhe fotografin e përbërjes të kabinetit Kurtit, pra që e kishte propozuar prej Albinit kryeministër, Ekuran Murati, që do kene mujtë mja qitë atë foton e vetëvendosjes, që pa qitë veç foton e Albin Kurtit, atë atjetë pa emna, që jënë konë. Pra këta janë për kabineti Kurtit 3, që i kishte propozuar për ministra, Ekuran Murati, Fitore Pacolli, Senor Venshall, Nenad Rashiq, Artane Rizvanolli, Mimoza Kusari, Dimal Bash, Armend Muja, Lulizon Jagziu, Arben Vitia, Avni Zogjani, Fatmir Spahiu, Blerim Gashani, Rasim Demiri, është Gjelal Sfeqla, Ajo Macedonci, Andin Hoti, Fikrim Damka, Donika Gërvala, Glau Konjufca, si ministri i punëve të jashtme. Si lexova krejt për cilat pozita, mirë po do të pyes shkurtimisht Çorolli, çka më ndryshoi këtu? A ka dhëna brenda vetëvendosjes? Kur të tha do të ketë ndryshime? Jo, paralajmërimi i kryeministit është i saktë që mund të ketë ndryshime, por kush dhe cilat do të jenë ndryshimet, unë nuk mund ta ndaj këtu me juve për arsye të parakohshmërisë, do të thoja, të kësaj çështje, sepse në momentin kur prezantohet kabineti qeveritar, zoti Kurti do t'i jap emrat e gjithë të propozuarve, siç e ka thënë tashmë publikisht, këtu do ketë disa risi se kush do të jenë sakrifikuarit për kësaj liste, kjo qeveri ka qenë tentativë, nuk është votu, kush do të jenë sakrifikuarit dhe kush do të jenë emrat e rinj, këtë as nuk mund ta them, as nuk mund ta ndaj, por sigurisht që një përbërje afërsisht e ndryshueshme prej kësaj, por jo 100% e ndryshueshme, edhe do të ndodhë. Rama Boj? Kaldona sakt që a bëndodhë? Rama Boj. Kush po heket? Ose koleg që hek ti? Jo, sigurisht që një 3-4 i kisha hek me shumë knaqësi madje, sepse nuk mund të pritet prej të bëhen sprova tash, ne du të futemi në një 4 vjeçar zhvillimit hafshëm. Dhe nuk guxojmë me bë sprova. Pra ndaj, mendoj që do duhet kishte më shumë nga ekspertiza jashtme, sidomos në fushat e ekonomisë, të zhvillimit të disa sektorëve të ndihshëm. Dhe unë besoj që pikrisht këtu kryeministri do të avë pikrëndesën, si thush, sepse ministrat që i ka pas pa parti i kanë rezultuar më të suksesshëm se sa militant partijak. Dhe po kanë qenë pa parti. Ka hi Masandej. Masandej është çështje tjetër. Se kur është kjo do doja që të përsëritet dhe natyrisht kësaj radhe ka mundësi më të